Interneti dhe rrjetet sociale janë vendet më të përshtatshme për të gjetur informata. Sikurse viruset, edhe informata të rreshme ose mashtruese përhapen dhe shkaktojnë dëme. Informatat e tilla mund të shkaktojnë frikë për diçka të padëmshme, apo edhe të ndikojnë negativisht në vendimet të cilat mund t'i merrni. Si rekrutuesi patrullës për imunizim, ju do të mësoni se si t'i dalloni këto lloje të informatave, në mënyrë që të mos ndikoheni nga to. Ju mund të parandaloni përhapjen e dezinformatave. Kur përballeni me informata të reja nga burime të ndryshme, duhet të jeni kritik dhe të kujdesshëm para se t'ju besoni atyre. Mos u mbështetni vetëm në një burim, një titull ose një lexim të shpejtë. Më poshtë gjeni disa hapa të dobishëm si të veproni. Hapi 1. Përmbajtja. Lexoni me kujdes informatën. A ka kuptim ajo? Mundohuni të ritregoni informatën kryesore me fjalët tuaja për të siguruar se është e qartë për juve. Hapi 2. Qëllimi. Shikoni kush është autori apo kush e ka dërguar. Pse është krijuar, shkruar, shpërndar apo postuar. A mund të ndikojë në informatën e paraqitur? Hapi 3. Rrethonat. Çfarë burimi është? Është ky burim në përgjithësi i njohur për informata të besueshme rreth kësaj teme? Këto 3 hapa kërkojnë përkushtim, mirë po do t'ju ndihmojnë të merrni vendimet më të mira të mundshme dhe të ndaloni përhapjen e informatave të rrejshme. Mos harroni të shpërndani dhe të diskutoni atë që keni mësuar me njerëzit përreth.